Deklaratat e Volodymyr Zelenski, Donald Trump, por edhe Vladimir Putin nëpërmjet përfaqësuesve të tij japin sinjale se plani i propozuar nga SBA-t për ta lidhur paqen në Ukrainë është drejt finalizimit. Por çfarë do të prodhojë ai? Këto janë pikpyetjet më të mëdha, por gjithashtu edhe frika më e madhe për europianët në radh parë, por gjithashtu edhe për ukrainasit. Për detajet të këtij plani, për një analizë të thelluar të tij, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin Sokol Gjoka, ish ambasadori i Shqipërisë. Zoti Gjoka, të përshëndes dhe të kërkoj shumë ndjes për shtyrjen e minutazhit përcaktuar më herët për këtë komunikim, patjetër me rëndësi. Kënaqësi si gjithmonë Ilir i dashur dhe urojmë që edhe biseda jonë e sotme në vazhdim të jetë interesante natyrisht përpos transmetimeve që keni zhvilluar deri tashti për humbjen e jetës këngëtarit dhe artistit Shpat Kasapi. Ambasador, besoj ke nënvizuar ato pika që të kërcasin edhe të shqetësojnë. Cilat janë ato në këtë plan paqe për Ukrainën? Po, siç e përmendët dhe ju në kronikën e anoncuar paraprakisht, dim tashmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës inicuan një plan prej 28 pikash për pushimin e luftimeve në Ukrainë dhe natyrisht për vendosjen e një paqe të qëndrueshme aty. Në këtë plan prej 28 pikash kishte mjaft pika të cilat cënonin pavarësinë, sovranitetin e Ukrainës dhe natyrisht kufizonin vendimet e saj sovrane në raport me proceset integruese, antarësuese, por edhe në raport me politikat e saj mbrojtëse në Ukrainë. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me sa duket e hodhën këtë plan paraprak që u pa me një interes nga ana e Moskës, madje ata në një farë mënyrë e përshëndetën këtë plan, duke parë se një pjesë e rëndësishme e objektivave të tyre ishin të parashikuara dhe ishin të përfshira në planin amerikan. Por vetë Ukraina, presidenti Zelenski dhe partnerët evropian e kuptuan që ai ishte një plan i cili nuk pasqyronte jo vetëm ose reflektonte jo vetëm interesat e Ukrainës, por binte ndesh edhe me kuadrin ligjor, me parimet ndërkombëtare dhe me vetë kartën e Kombeve të Bashkuara, e cila përcakton qartë problemin e sovranitetit, integritetit territorial të vendeve që njihen ndërkombëtarisht dhe janë pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, çdo veprim që cënonte vendimarrjet politike të vendeve të veçanta, të vendeve sovrane, gjithashtu bie ndesh me parimet ndërkombëtare. Kështu që vendet evropiane për të qenë, si thuash, edhe luajal në raport me planin amerikan prej 28 pikash, paraqitën planin e tyre prej 24 pikash, ku aty në një farë mënyre u vizë të gjitha këtyre pikave të cilat cënonin integritetin dhe fuqinë sovrane të popullit Ukrainës për vendin e tij, për territorin e tij dhe për të ardhmen e tij. Natyrisht të shprehura nëpërmjet institucioneve të zgjedhura demokratikisht në Ukrainë. Dhe në këto kushte u pa që si thuash pak kënaqësia evropiane me disa prej përqasjeve që ishin parashtruar në planin e Shtetet Bashkuara të Amerikës bën të mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ingranonin dhe të angazhonin edhe vendet evropiane në këtë proces të përgatitjes së një plani që do të shkonte drejt një armpushimi dhe pastaj të një paqe të qëndrueshme dhe të garantuar. Kështu që filluan bisedimet e Gjenevës, ku u shkrin interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës të paraqitur në planin për 28 pikash me interesat e Ukrainës në veçantë dhe pastaj të vendeve evropiane,